gjenë raste për bërë takime të ndryshme. Politike, private, takime me bizneset të ndryshme, gjoja si ku po punon për Shqipërinë. Por, qoftë në Amerikë, qoftë dhe në Evropë, qoftë dhe në gjithë vendet të tjera të botës, ky breth përfshirë edhe me charter, ky në Shqipëri nuk ka prur asgjë për interesat e popullit shqiptar. Pra e mburr Amerikën si kampionit të demokracisë dhe shtetit ligjor, por ama nga përvoja e demokracisë amerikane, ky nuk ka prur në Shqipëri as edhe një elementin më të vogël. Nisë nga këto, unë Edi Ramën e konsideroj që është një anti-amerikan, ashtu si është dhe anti-evropian, pavarësisht nga retorikën që përdor ky. Mashtruese, falso. Pse them këtë? Sepse Edi Rama, për të justifikuar dhe edhe fshehur dështimet e tija, ky nga bota, qoftë nga Amerika, qoftë nga shtetet evropiane, nuk ka marrë kur në një përvojë pozitive. Po ky i mbulon, domethënë retorika e tij është e mbushur vetëm me gjëra negative që ka bota. Konkretisht, ky thotë kudo në botë ka krime dhe korrupsion. Asë Roma nuk u ndërtuar në një ditë. Në Gjermani vërtet marrin rroga të larta, thotë ky, por ama në fund muajit nuk u ngel asnjë dollar apo euro në xhep. Në Gjermani thotë kafja është lëngështeje, kurse në Shqipëri thotë kafja është shumë e mirë. Se po t'ishte kafja e keqe, nuk do rrini kafe të top. Pra ky me mbushjen e kafeve, me sasinë e madhe të kafeve që në botë nuk ekzistojnë, ky e quhet se është një sukses i madh i qeverisë së tij. Ky përdor dhe terma të tjera propagandistike. Thotë, sheshi Skënderbej thotë është shpallur sheshi më i bukur në botë. Tirana thotë është shpallur kryeqyteti i rinisë europiane, kryeqyteti i sportit, kryeqyteti i kulturës mesatare. Edhe turli lloj propagandash të ndryshme të tilla që janë komplet mashtrime, komplet pa asnjë vlerë. Se populli shqiptar s'ka përfituar asnjë. Realiteti në Shqipëri është i kundërt me këtë. Po pse them unë, pse akuzoj Edi Ramën si anti-amerikan? Kur i thua këtia, pse se kemi këtë gjë si Amerika? Ai e kanë majt gjuhës sot, e po ne nuk jemi Amerika. Dhe me këta ai justifikon që e mbulon atë qëllimin e tij që ky është anti-amerikan, prandaj edhe nuk merr përvojë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. S'ka nevojë të marrë. Por një gjë është e qartë. Se ky nuk e shpjegon, po edhe media nuk ja kërkon. Se që ti je si Amerika nuk do thotë që ti të prodhosh bomba atomike. As të çosh anije kozmike në hen. As prodhosh tanke apo nëndese e tjera. Se ky vërtet breth në përbot edhe në Amerikë. Po ky s'ka marrë gjikundi asnjë lloj përvoje atje ku ka bredhur. Se s'ka ardhur asnjëherë të thotë qore, ore në Amerikë un kam parë këto gjëra. Edhe hajti bëjmë. Në Angli kam parë këto, në Gjermani këto, në Francë, asnjëherë nuk ka zënë goja tia. Ka 21 vjet që ka qenë kryetar bashkie, edhe tani kryeministër, nuk ka zënë gojë asnjë gjë pozitive që ka bota. Tani ky, kur bota që ka negative, atëherë pse ndrojmë sistemin neve? Si masia. Pra ky është kundër sistemit kapitalist, duke mbrojtur veten e tij. Por e vërteta është ndryshe. Ky si kryeministër ka bërë 3 vizita në shtetin e Michiganit. Kurse i kryebashkiaku i Tiranës, Veliej, ka mbrojtur diplomën në Michigan. Por nga ky shtet as vet Rama e as Veliej nuk kanë prur asnjë fije floko nga përvoja e demokracisë e shtetit ligjor, nga përvoja e pushtetit vendor në këtë shtet, që për mua që mendoj se e njoh mirë, nga përvoja e këtij shteti, ky shtet është shtet model, nga i cili Shqipëria, po të kishte marrë shembull që në fillim, ne sot do t'ja kishim kaluar dhe Zvicrës, e jo të qajmë ne për pensione, për bukë në gojës. Por sepse këta nuk kanë dashur. Të gjithë që kanë masën e 10-s, që nga Berisha e Edi Rama, nuk kanë dashur të marrin përvojën, jo vetëm të Amerikës, jo, po as të një lloj shteti. Prandaj krahasohen këta me
Kosovën me Maqedoninë, Malin Zi. Me këto më të parametrët krahasohet, e jo më të përparuarat. Unë mendoj se nga Michigani ky ka pas shtëmerde. Unë si qytetar i thjesht, po me përgjegjësi edhe mall, edhe dëshirë për dhimbshëri për popullin, unë i rekomandoj këtij, ja kam treguar edhe më para këto gjëra, po ky nuk do të mësoj, sepse ky nuk ka pasur kurrë qëllim të shërbej popullit shqiptar. Se ky thotë jo di ky, nuk di po. Ky nuk di të dëgjojë të tjerët ç'është mendime kanë, edhe të thotë po, hajde ta bëjmë këtë punë, kaq mirë. Ky çdo gjë e thotë negative. Konkretisht. Po marr një shembull më konkret për të treguar që çfarë mund të merrte nga Michigani Shqipëria. Konkretisht ky kryeminist edhe ka bërë 3 vizita në Michigan. Kur kam shkuar për herë para në Michigan, një nga njerëzit e mi që kishte ajo 25 vjet në Amerikë, në Michigan, më bën një pyetje kurioze. Tha, si të duket Amerika? Kishte kaluar disa muaj. Kur thoshte Amerika, bësh fjalë për Michiganin, se unë shtetet e tjera të Amerikës në atë kohë nuk e kisha parë. Unë thash në kohën tonë, na thoshin që e ardhmja e njerëzimit është komunizmi. Por me komunizëm nuk bësh fjalë as për që do bëhet për 100 vjet, mas edhe as për 1000 vjet. Se bësh fjalë për gjithë botën. Pra, nuk ishim në shpresë se do vinte komunizmi, as ta tentonim të. Bile as fliste njëri për këtë punë. I vetmi që ka dhënë një përkufizim se kush është komunizmi, se kush do ishte komunizmi, e ka dhënë vetëm Lenini në librin Ç'të bëjmë. Dhe ai ka thënë, komunizmi është, definicioni i komunizmit është ky. Është i pari shpirti praktik amerikan, plus pushteti i sovjetëve, demokracia që i thon sot, plus elektrifikimi i gjithë vendit baraz komunizëm. Unë i thash atyre njerëzve të mi, unë të trija këto thashun, unë po i shoh të realizuara konkretisht këtu në Michigan, në Amerikë. Prandaj për mua këtu është komunizëm, kapitalizëm, varet çfarë duash emri i tij. Ti sistemi. Unë thash nuk do doja që fëmijët e mi të jetonin më mirë se që jetojnë këtu. Mi po kjo nuk është thjesht kaq si retorik. Unë me këtë duhet të them këtyre që nxisin luftën e klasave akoma në Shqipëri, komunist, antikomunist. Se shembulli i Amerikës është një shembull komplot që neve këtu luftën midis njëri tjetrit ne po i bëjmë varrin vetes dhe kanë përfituar pushtetarët tanë. Mere përvojën e Amerikës dhe ke shtukur të gjithë këto lufta e klasave, luftë me njëri tjetrin. Sepse antikomunizmi është armik i varfërisë, i paparazisë shoqërore dhe pasurore, edhe ligjore, juridike. Nuk është armik i njeriu të pafajshëm. Prandaj, kjo s'është kuptuar, nuk ka dashur të kuptohet nga qeveritarët tanë, nga sundimtarët tanë. Konkretisht e kam fjalën për Edi Ramën, që ky nuk ka dëgjuar kurrë mendimet e të tjerëve.